Ne shkurtën cigarën. Qa është një gjatë që t'jep qetësi, që mas një ditet gjatë edhe të lodhshme? Qetësi. Tham të drejtën, unë jam një njeri i qetë, por nuk e kam fitu kështu për ushqimit. Unë jam njeri që kam një regjim, nuk pi, alkohol nuk abusoj asnjëherë, nuk pi duhan, ne shkurtën cigarën. Pra, kam disa norma që qetësia për mua është shumë e rëndësishme. Madje edhe kur është pjesa e politikës, e marr me sportivitet. Pra, kam pas goditje, e kam marrë gjithmonë me qetësi, me sportivitet, por këtu nuk arrin lehtë. Unë edhe sot merrem me sport, pa diskutim që bëj not çdo ditë. Jam njëri që më pëlqejnë saunat, pra i kam ato pjesë e ilaçeve mendore, trupore që qetësia të rikthehet.